Mor shok, kuptohet, gjithmonë kanë thonë dy armiq, flejnë në një jastik. Ja të armiq janë burrë e grua. Ndërsa një ditë burri po i thot gruas vet: moj gruaja ime e dashur, thot, po du me thonë, thot, diçka, thot, po ule që to edhe të kallzoj. Edhe gruaja po mendon se ka me thonë fjalë të mira, burri edhe ul aty. Thot: urrë burri i dashur, fol. Atëherë burri pi thot: moj gruaja ime e dashur, a e di që i ke 20 vite që për çdo ditë më gatun ushqimin e njëjtë. Gruaja i hapi sytë, shikon çka me thonë burrit vet, edhe ja kthej përgjigjen edhe ajo në mënyrë diplomatike, duke i thonë: mor burri im i dashur, e di që i kemi 20 vjet bashk unë e ti, edhe për ditë po ma jep të njëjtën sallën. Edhe kështu që burri met me 20 vjet të njëjtat ushqime, ndërsa gruaja mbet me 20 vite duke e ngrënë të njëjtën sallën. Kjo ishte ajo që dishti burri vet ta ngushton gruan, por edhe gruaja ju përgjigj në mënyrë profesionale, dhe me thonë burrit vet 20 vite jam të ngrënë të njëjtën sallën.